Pra të Allahu ka thonë Kurani Kerim, ata të cilët nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall, na atyre ja bëjmë një shoqëri, një mik të ngushtë të tyre shejtanin, që ja ngushton zemrat e tyre, dhe shumë njerëz kanë panik se do të marrë sulm zemër, a nuk e din se kjo është a rezultat i mos përmenjes Allahut Azza wa Jall. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Nga se si transmeton Ibn Abasi dhe këtë ndëgjoj me vëmendje Ibn Abasi thot se shejtani ulet gujza mbi zemrën e birit të Ademit. Pra shejtani gjunjëzohet mbi zemrën e birit të Ademit. Nëse ai e përmen Allahun hik shejtani dhe zhduket. Nëse ai angaflet dhe nuk e përmen Allahun Azza wa Jall, shejtani aqe mbizotëron zemrën e vet. A kuptove vllai dashur musliman se prekana vin streset dhe depresionet, të cilët i përjetojmë në gjokset tona. Nuk ka të lashe mjekësore, mirë po të lashe shpirtërore. Nga se thonë të Ibn Taymija, dhikri përmenja e Allahut për zemrën ashtë si kur uji për peshkun. Përmenja Allahun Azza wa Jall për zemrën ashtë si kur uji për peshkun. Tha peshkun nëse nxerr prej ujit çka ndodh, pra peshkun ngordh, pra zemra jote gjithashtu vdes. Nëse nuk e përmen Allahun Azza wa Jall, pra të Allahu ka thonë Kurani Kerim, ata të cilët nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall, na atyre ja bëjmë një shoqëri, një mik të ngushtë të tyre shejtanin, që ja ngushton zemrat e tyre, dhe shumë njerëz kanë panik se do të marrë sulm zemër, a nuk e din se kjo është a rezultat i mos përmenjes Allahut Azza wa Jall. Ai e ka ilaçin dinin e vet, e ka ilaçin Kur'anin e vet. A nuk thonte pejgamberi Allahut, o ju njerëz, mos i shndroni shtëpitë tuaja në varreza, në atë shtëpi që lexohet suratul Baqara, shejtani dëbohet, largohet, nuk qëndron në atë shtëpi. A nuk thonte pejgamberi Allahut se kur shkojsh në shtëpi, nëse ban bismillah, dhe nëse kur të hajsh ushqim, kur të urgjën sofër në tresë, thua bismillah, shejtani dëbon ato të cilët e ngjekin ata dhe i thojnë kelimet thonte pa konak dhe pa ushqim. A nëse nuk e përmen Allahun Azza wa Jall, hin në shtëpinë tonë pa e përmen Allahun Azza wa Jall, ja nis me ngron pa e përmen Allah. Tha sonte keni gjetë konak dhe sonte jeni me një sofër, me një trijes të majme. Për ata shvitëson e rastin, e kuptum pse ne nuk kena mundësi që të adopsojmë shejtanin, nga se vlejët të ndërshëm gjatë tanë vitin ma shumë, ata e kemi ushqes dhe parkun tonë. Për këtë arsye a i ka morë kuvet, ndaj nesh edhe nuk në le që ne ta ndjek mi rrugën Allahut. Rruga e shejtanit është e letë, mirë për rruga e Allahut është e ronë, për ato gjuhë dhe zemra që nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall.